institucion tjetër privat, pra ka ikur nga aty që ne themi të gjithë nga institucionet amerikane. Ku është sot zoti Blinken në drejtim të paditur dhe nuk dihet origjina ku ndodhet. Prandaj unë duhet t'ju them që të gjitha këto skenare që po luhen janë skenare të mirë menduar që ne na tregojnë që ky i cili do vendoset nga KLP-ja e pavarur e paanshme, e cila është në mënyrë të pa imagjinueshme, çfarë thutjen avokatu ai, është amerikan, mbrapa është europian, po dakord me ju janë ato, nuk thashun që nuk janë, por është e sigurt që politika shqiptare dhe sidomos zoti Rama do përdori të gjitha levat e tij, të cilët i ka të normuar në ligj, mos themi që janë leva të cilët janë përtej ligjit, janë brenda legjislacionit, sepse pikërisht pushteti çfarë përdor? Përdor ligjin, kur pushteti do të merret me ty, përdor ligjin që të merret me ty, se s'merret me ty fizikisht. Prandaj, ajo që unë dua të them juve është mos u deni nga fotot që zoti Brau është amerikan. Sepse unë do të them një rast tjetër, zoti Kondili, mos gaboj, për mendimin tim nuk ishte i Ramës. Mund të ishte ai amerikani i vërtet. Por Rama çfarë tha? Që shiko, ai më duket më i mirë, supozojmë. Po te dopja e Beqajt, mos më fut tani te dosjet, të lutem, sepse dosjet për mua nuk tregojnë të vërtetën gjithmonë. Tani, më dëgjoj pak të them diçka. Unë mendoj se Kondili ishte amerikan. Ai që ishte socialist dhe u faktuar në 11 maj është zoti Dumani, sepse nuk mundet në gjithë këtë luftë që ai ka bërë zoti Dumani, duke arrestuar zoti Metën, zoti Berisha, duke proceduar të gjithë rrethin e Edi Ramës dhe duke mbajtur shenjtorin dhe kryeshenjtorin e tij në krye të detyrës, nuk konvertohet me 83 mandate. Pra do të thotë që dikush doli në terren dhe si garip dhe ndihmoi zotin Rama. Se nuk mundet i nderuar në një vend kur statistikat e korrupsionit dhe faktet konkrete, të cilët nuk përbën vepër penale, po mjafton indicia që ti paske një politikbërje e cila të qeka në kushtet e procedimit penal dhe ti të marrësh në 11 maj 83 mandate, kjo çfarë tregon? Tregon që një faktor tjetër më i rëndësishëm që është spaku, me tax forcën, që ju më keni pyetur vazhdimisht dhe më thoni mua të ftuarin e vjetër, sikur ka moshun me ftesën, të lutem, unë gjithmonë jam i ri në ftesat tuaja dhe në rastet që komentojmë. Prandaj ju them që çfarë bëri zoti Dumani? Ndihmoi Partinë Socialiste duke i bërë fresk dhe duke shkuar në aksion dhe duke arrestuar cili të qoftë ai nga krau Matan. Pra, krau Matan mos kuptoni vetëm Partinë Demokratike ose Partinë e Lirisë dhe zotin Metaj. Pra, ju duhet kuptoni qartazi që zoti Dumani bëri gjithçka që është e mundur brenda një procedimit penal, gjithmonë flas, a ka prova, s'ka prova, nuk jam mund ta gjykoj, por ajo që unë mendoj është që zoti Dumani punoi qartëzi që zoti Rama të merrte 83 mandate. Dhe ai është fakt konkret, nuk është thashë them. Në rast se ju doni në vendet europiane të shikoni rastin Mogherini. Zonja Mogherini u mbajt për sqarime, u lirua dhe nuk u bë show mediatik, arrestimi i saj dhe burgosja e saj me fjalinë e famshme afërmendësh që e lam ne të kaloj lehtësisht, por thjesht ne duhet të themi që jo afërmendësh të bëjnë disa gjërat, sepse kanë pasoja. Çdo gjë në jetë ka një pasojë. Ti nuk mund të cenosh tjetrin, sepse sigurisht tjetri do marrë masa, por ti duhet të jesh në raport, pra duke zbatuar ligjin, dhe unë uroj që 20 shenjtorët e spakut të vinë në normalitetin e dur, që nesër mos të përdoren si statistik dhe një pushtet tjetër, sepse nuk do të ri zoti Rama gjithmonë në pushtetë, ta keni të sigurt. Avokat, po të kaluar të çështje apo se besoni e opozitës, ju e keni thënë gati 2 vite më para që atë që ka nisë Ervin Saliani tashmë. Pra keni thënë me zë edhe me figurë që kjo duket edhe privatisht ta kam thënë. Po, ta nxjerrim thashë themin këtu mes. Ne jemi transparent. Është vërtet privatisht po, pa kam fjalën edhe për publikun, ju e keni thënë në më shumë se një studio që pas kësaj që po ndodh me Salianin, pra pas burgut do vi dhe kjo që ai do të tentojë që ta kapitalizojë
burgun që bëri për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Edhe kjo duket sikur kanë Burgu ishte politik. Sot u duk shumë i ashpër. Tha sallën janë mbushën socialistët ose demokratët e zhgënjur. Përmendi edhe emra Durrës, socialistët. Tha që strukturat e braktisën, domethënë për interesa private, çdo ditë gjuaja e tij po fedhohet e po agravohet pra e Berishës